Pa fytyrsin. Po, kur e dëgjon e she, kur e she e prek, dhe kur e prek çfarë ndjen? Dhe kur e ndjen çfarë mendon? S'të pëlqen. S'më pëlqen pa fytyrsi. Çfarë bën pastaj kërkon diçka tjetër? S'më pëlqen mua. S'të Pa pëlqen. fytyrsia. Kjo ishte. Po si ja bën domethënë? E Që zgjidh me veten apo e zgjidh me ndreqesh njerëzit? Kështu janë njerëzit. A ndreqen Nuk njerëzit? ndreqen. Nuk ndreqen. Po veten? Kanë ngel komunistat të rjetën. Edhe nuk flitet ma. Komunizëm në qendër të Tiranës e ke. Tjetër çfarë? Ju jeni kundër komunizmit? Kokë këmbë. Pse? Po jam. Po ne kemi shkuar. Ku shkuam? Hajde. Kemi plot, kemi analistët tanë. Krejt pa fytyrsi janë bo, krejt shqiptarët. Po shive, duhet të tregoj një video të bukur. Po. Shive si është kjo pjesa këtu, për komunistët. S'ni gjoj gjë. Ja tani. Merita e Enverozhës është e pa diskutueshme edhe e pa mohueshme. Ai do të jetë sot dhe në të gjitha kohrat për neve pishtari i jetës dhe i lavdis tonë. Për ministrin e Brendshëm? Po, për ministrin e Brendshëm, për Enver Hoxhën. Enverozha i lavdishëm. Po këta janë komunistat e hershëm. Këta të tanishmit, po kanë ardhur këta enverozhistat e tjerë. E keni për këta të rit ju? Kanë ardhur enverozhistat e rinj. Të rinj, po, çfarë mendimi? Më bëni analizë. S'ke, nuk. Pse jeni kundër tyre? Shqipëria po merr zhvillim tjetër. Çfarë zhvillimi ka marrë? Shive, sa bukur. Çfarë? Me turistat do na ushqejnë neve? Turistat? Po, sa bukur. Turistat ushqejnë ato hotelet, ato Bregdeti, ato lokale, çfarë janë ata? Po. Neve? Çat mirë është ka turizmi në Shqipëri, për shembull. Po sjell pra ato Vesh për lokale, për të hotelet, për këto. Po investojnë, lejnë pare këtu. Tjetër? Tjetër asnjë gjë. Nuk sjellin gjë tjetër. Çfarë do sjellin tjetër? Çfarë do sjellin gjë tjetër? Po, asnjë gjë tjetër nuk kanë sjellë përveç turizmit, për shembull. Asnjë gjë. Ato komunistat e rinj si thonë ju, pse? Pa, ngopen komunistat. Nuk ngopen, ë? Ngopen. Ngopen. Do ngopen shpejt. Ka marr mandatin e 4 tani. Mor do marrit 5-in ai. Do marr 5-in. Si mbazmendjes tonë. Po pse kështu? Po pse kështu jemi popull bakti. Jemi bakti. E ka fajin populli thoni ju? Nuk e ka fajin to? Po, ne jemi mrapa botës. Mrapa jemi. Me shumë. A di pse jemi mrapa botës? Ne s'kemi pas shtet. Asnjëherë? Asnjëherë. Vetëm Enver Hoxha e vuri edhe atë me diktaturë. Ka qenë shtet atëherë, pak të vuri, kishte shtet atëherë. Po, kishte shtet. Tashti, çfarë shteti është ki? Nuk të mbron kërkush. Por erdhën të Europës me 47 vete. Po, çfarë bën ata? I sodi ai për ta ngardhiko? Pse i sodi për neve? Me shit porda. Sa i kishte? Sa i kishte? Sa i shiti domun? Sa shit, po duan ta çatoj di. I ka vënë çmimin, Ju nuk jeni kënaqur, a mendoni se Shqipëria do futet në Europë 2030? Jo. Jo. Se besoj. Nuk e beson. Neve jemi në Europë. Po jemi si shtet, por jo se po na po nuk këta vetëm e përdorin këtë. Ramën. Ramën edhe Shqipërinë. Edhe Shqipërinë. Do shikojsh ti kur ta bëjnë kazan plerash. Do bëhet kazan plerash. Kazan plerash. Në ç'kuptim e thua këtë, se sa arrim ta kuptojmë. S'kan ku t'i çojnë njerëzit e burgjet, kanë filluar me ardh. Kanë ardhur ata mujahedinët, ato italianët i sollën. Ky gjermanëve tha prapë kur erdhën tani. Po, do vjen anglista. edhe anglezit do ta sjellin. Po si thonë, nuk i thonë. Po çfarë do tjetër? Na njihni për të lajme të reja. Çfarë do tjetër? Ky është fillimi. Po del zakonisht çdo ditë në qendër apo? Po për ditë. Do dalë çdo ditë. Të na thush të na thush to informacione. Po ja pra u thash ato që ishin ata. Do të thush nesër prapë tjera të reja më të fundit që gjëra që nuk dëgjon. Do t'i shohim me sy atë. Po, shihen çka kanë gjë, në problem tjetër, në gjë tjetër ka. Ja u thash pra, kazan plerash do bëj. Kazan plerash do bëj. Burgjesh. Po si ta bëjmë, si mund ta ndalojmë, ta luftojmë këtë pjesë? Shiko. Tese ke minutë ti. Kur e krijuan Shqipërinë në 1913-ën, si shtet. Po. A 12-ën kur e. Gjë tillë. Po në kët. Po. Kur kaloi komisioni me caktu kufit, po. Komision nga shqiptar s'kishte. Na përfaqësonte një italian. Ç'a bëj? Që ty kuptoj. Se s'na futën në tefter. Nuk na futën në tefter. Se kemi qenë çobenj. Barinj, si të them. Na vlerësojnë bota? Nuk na vlerësojnë. Nuk na vlerësojnë. Vetëm po ne njëri tjetrin e vlerësojmë ne njëri tjetrin, se hajde bota se
Tash Po edhe këtë e pranojmë. krejt popullin se ke këtu. Unë për kajinën time, kisha Nga jeni plejt, unë jam Dibran. Dibran. Po. Po, ju e keni mbajt njëri tjetër që unë Dibra e ka treguar. Jo. Po kishim tek tuk disa kokra në kohën e Enverit. Kishte disa kokra që ishin Do ketë nga ta që në të gjënë edhe thonë, ore, që boni ka zi, thotë, si situata nuk është kjo më, pse flisni keq për Shqipërinë, pse flisni keq për Shqiptarët. Komunistat për vete janë në rregull. Po do thonë, pse flisni keq për Shqipërinë, për Shqiptarët, ne jemi mirë, thonë. I ka vu në vendet kyqe, marrin rroga të majme, Po. ne me 150.000 Mirë, pension. po sikur të merret edhe ju një rrogë, do e thoni këtë gjë? Po në qoftë se punon për mua, po, do të them të mirën, do të Do them. punoje për këta për shembull. Do e thoje ti këtë qëndrim që kishe deri tani? Qëse do punoje në administratë me këta për shembull, me një rrogë. E ardhmja është e zimt, ndërsa janë komunistat në krye, e kanë mendjen ke diktatura. Po. Mos ta zgjasim kështu. Jo, ideja është nëse ti do ishe pjesë e kësaj administrate. Do flisje, do sigurisht që nuk do flisnja. E pra. Ajo është e keqja. Nuk do e flisje, nuk do e thoj. Nuk do flisje se Po të kërkojmë për i vend pune pra? Mua? Ne. Ka 7 klasë shkollë ka unë. Ja, për kësaj. Po të bëjnë këtë pa klasë shkollë do të bëjnë. Erdha, hajde. Të përshëndes, jeni mirë.